Mbrëmja poetike këndume në Vargje bëri bashk në bibliotekon Marin Barleti në Shkodër, poet të rinj dhe me eksperiencë nga Shkodra, por edhe nga qytetet të tjera të vendit. Gjatë takimit në ambientet e Sadhës Koliçi, pati interpretime të pjesëve nga pjesëmarrësit duke krijuar një atmosferë të këndshme. Në breg, mbështetja pra njëri tjetrit, valet e vetit shpërndarin keqjen tonë. Hynit janë me ty, grua, se kuptën gjuhën e qiellit. O zok që lëviz si fjalë mirë, më fal një çerrë sa pupla jote të thu. Drejtuesja e bibliotekës, Ledia Dushi, thotë që ky institucion mbështet iniciativa të tilla për të kthyer sërish vëmendjen ndaj librit. 21 marsi është edhe njihet si dita ndërkombëtare e poezisë. Duket gati gjë krejtë logjikshme dhe afërmendshme që biblioteka e qytetit ma mirë kuptoni termin festim, me festu në një mënyrë këtë ditë, edhe ka zgjell pikërisht një titull në shkodranisht, e kënume në Vargje, një mramje poetike që i kushtohet poezisë shqipe dhe i kushtohet veçanërisht poezisë së shkruar nga poetët e këtij qyteti. Kisha me thënë që aktivitetet e këtij lloji munden me nxit apo me e përafru këtë lloj përvojet, pra poezinë edhe tekst shkrimin, ndoshta në të mirë edhe të aktiviteteve kulturore në qytet. Si Dorila Berishaj, poete dhe mësuese në TUZ të Malit të Zi, tregon detaje nga se çfarë po ndodh me lexuesit shqiptar në Mal të Zi. Duke qenë se jam pjesë e fushës së letërsisë, sepse edhe jam mësimdhënëse, dhe jam e kyçur drejt për drejt në këtë aspekt, mund të them se sot ka edhe të rinj shumë të interesuar, të cilët shpeshherë dhe ne si mësimdhënësa të gjuhës shqipe dhe të letërsisë, edhe atje në TUZ, hapim konkurse dhe shpeshherë organizojmë aktivitete në lidhje me poezinë dhe jo vetëm. Dhe mund të them që interesimi është edhe i lartë, kanë nxënësa të cilët janë të aftë në këtë drejtim dhe shkruajnë, shpeshherë i botojmë, kemi edhe pjesën, sepse unë faktikisht punoj edhe në gjimnaz, po jap mësime edhe në shkollën nënvjeçare. Ne kemi edhe gazetën e shkollës, ku aty i botojmë edhe punimet më të bukura të nxënësve. Në një farë mënyrë edhe i motivojmë nxënësit më shumë në këtë aspekt. Mbrëmja poetike u mirëprit nga të pranishmit, duke krijuar një atmosferë reflektimi e ndjeshmërie. Ky aktivitet u konsiderua një nxitje e mëtejshme për afrimin e zërit poetik në hapësirat publike.